Pyetja e radhës ka qenë kujt ja japin votën vlonjatët e vendosur për të votuar që sot. Pra, kësaj pyetje janë përgjigjur rreth sa ishin? 500 ja ta shikojmë sa ishte shifra. 570. Shifra saktë 571 që janë përgjigjur në Vlorë. Marshi i gabimit tu sigurisht rritet pasi kampioni është i vogël. Po mbetet prapë 94%. 69.8% mendojnë që do të japin votën kandidate socialiste Mersini nëse unë zgaboj. Ndërkohë, kandidatëve opozitar 30.2%. Kemi kandidatëve pasi kemi 2 kandidatë Partisë Demokratike, të cilët do të kandidojnë, njëri mbështetur nga Partia Demokratike, tjetri zoti Nika Beko që thuhet që është i linjës Basha, pra që ka mbajtur një linjë caktuar në Këshillin Bashkiak të Vlorës. Por që tani është në grupin e këshilltarëve të PD-s në Vlorë. Por ama nuk ka mbështetjen e PD-s. Pra del si kandidati pavarur. Mbështetje zyrtare, se në terren ka më shumë mbështetje Nika se flas zyrtar. Pastaj këto ta shikojmë si do dali ditën e diel. Pra, shikojmë që 69.8% thonë që të anketuarve në Vlorë, thonë që do japin votën kandidate socialiste, 30.2% do t'ja japin opozitarve. Pra, në tendencën që jep sondazhi, sepse zoti Saloshi e di që kjo mas kampionimi nuk jep me saksi plus minus 3.9%. Por tendencat jep. Rezultati do dali 69.8 dhe në intervalin plus minus 3, do më do jetë diku ke 70%. Por ajo çfarë duhet të them unë është kjo, që ke masa 69.8, ke socialistët janë të majtët, sigurisht, janë votuesit gri, i cili gjykon me arsye dhe shikon tendencën kush ka probabilitet fitoj. Jo, ka janë vetëm ata që votojnë. Se pyetja është saktë, është vendosur për të votuar. Pra këta janë ata që thonë do votojmë më datën 9 nëntor. E kanë ndarë mendjen. Po brenda kësaj futen votuesit që janë të majtë, që votojnë për të majtën, janë votuesit gri, i cili duan që vota e tyre mos shkojë kot. Jo, këta janë socialistë, këta janë puro socialistë. Po nuk janë 69% socialistë. Nuk janë me tesër, po thot Lami. Nuk janë me tesër. Por njerëz që në 11 janar kanë votuar për Partinë. Në 11 maj, gjithë ata që janë aty kanë votuar vetëm për Partinë Socialiste. Nuk ka njerëz tjerë. Se flas nga që janë përgjigjur njerëzit. Ne i kemi pyetur për çfarë votove, për cilën parti votove në 11 maj. Votova për këtë. Ata që janë aty, që votojnë këtë kandidatë socialiste tani, janë 100% janë vetëm njerëz që kanë votuar Partinë Socialiste. Pra, PS-ja nuk ka rrjedhje. PS-ja nuk ka rrjedhje. As PD-ja nuk ka rrjedhje, por rrjedhja do vjen nga populacia e dy kandidatëve. Po edhe po të ishin bashkë, ama prap shifra është 30. Ajo shifra e cila nuk përmbys rezultatet e